sërish në studio, vjem dhe të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt edhe për këtë pjesë të programin Studio Live, ndërsa përpara se të ndalemi tek zhvillimet më të rëndësishme të ditës, të cilat padyshim do të jenë në fokus të gjithë programet edhe në mënyrën se si mund të analizohen në studio me panelistët tanë, apo në gjitha zhvillimet që do vinë nga terreni. Pas pak i rikthemi një herë në vëmendje ato çka ka ndodhur deri më tani. 40 efektiv policie ishin pjesë operacionit për kapjen e të kërkuarit Violant Braçellari, gjatë të cilit u vra efektivi Enea Mekodi dhe u plagos Edison Adri. Drejtori i përgjithshëm Skënder Hita nga Korça tha se ka nisur hetimi për drejtuesit vendor, duke sqaruar se efektivët ishin të veshur me antiplum gjatë operacionit në fshatin Lozhan të Maliqit, ku shkëmbyen zjarr me personin që shkuan të arrestonin. Hita thotë se policia e Korçës nuk kërkoi përforcime për kapjen e Braçellarit, i dënuar me 10 vjet për trafik droge, i cili më parë i ka shpëtuar 4 herë edhe Reneas. Reagimi i ashpër nga krerët e shtetit dhe politika, të cilët kërkojnë dënim maksimal për autorin. Prokuroria e posaçme ka shpërstuar akuza ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku përveç se pa ndehur për shkelje në tendera. Balluku është regjistruar si person i dyshuar dhe për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Besoti i zbardhur nga SPAK lidhet me 2 tendera me vlerë 1 milion euro në kohën kur Balluku drejtonte Alp Control. SPAK thotë se tendrat ju dhanë në shkelje një kompanie dhe Balluku mori rishfet një vilë në dhërmi me vlerë 145.000 euro, të cilën i kishte fshehur përmes iglitares. Vila e 2 katëshe u sekuestrua. Protestat e nisura që të dielën në Tiranë janë bërë pjesë e debatit politik në parlament këtë të ejndes. Sali Berisha me 2 qëndrime njëherë duke akuzuar se aty ka mjerant anti-opozitar, teksa akuzon qeverinë se nuk ka bërë transparencën e projektit në Zvernec. Kreu i grupit socialist Ballë u dhe Berishës një udhëtim në makinë me Artur Shehun e pronave në Zvernec, ndërsa tha se projekti $4 miliardë do të realizohet. Plum Gjoka, një nga 7 të pandehurit e dosjes Metamorfoza, ka dëshmuar këtë të ejnde në GKO, ku mohoi akuzat e ngritura ndaj tij dhe ka vënë në dyshim provat e siguruara nga komunikimet në platformën SkyCC. Gjoka tha se hetimet kundër tij janë bazuar në materiale të paqarta dhe se komunikimet e përmendura nuk provojnë identitetin apo fshirjen e tij në ngjarjet për të cilat akuzohet. Bordi i transparencës vendosi sot të rrisë me 4 lekë çmimin e naftës, e cila do të shitet në tregun e Pakicës me 195 lekë për litër. Benzina është ulur me 1 lekë dhe ajo do të shitet me 175 lekë litri.